Dy persona kanë rënë në prangat e policisë së Tiranës, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim, pasi akuzohen se kanë marrë peng një 32 vjeçar. Sipas policisë, i riu është marrë me forcë dhe është mbajtur peng në një ambient në Xhavzotaj, ku pas kësaj pengmarrësit kanë ushtruar dhunë fizike ndaj tij, me qëllimin e përfitimit të një vlere monetare. Të arrestuarit janë kallëzuar në polici nga 32 vjeçari, i cili ka deklaruar se me datë 31 mars ishte rrëmbyer me forcë nga 3 shtetas. Në kuadër të operacionit policor të koduar Hijet, u ndaluan shtetasit me iniciale HN 33 vjeç dhe KN 25 vjeç, ndërsa u shpall në kërkim shtetasi me iniciale JN 28 vjeç, banues në Xhavzotaj. Gjatë aksionit policor u gjetën dhe sekuestruan 5 automjete, 5 celular, një shumë parash dhe sende të kundërligjshme. Autoritetet vijojnë punën për kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim, si dhe për dokumentimin e plot ligjor të rastit, ndërsa materialet procedurale do t'i kalojnë prokurorisë për veprime të mëtejshme.